Kryeministri Edi Rama deklaroi se puna në aeroportin e Vlorës po vijon pavarësisht arsyeve dhe dinamikave të shoqëruara me procesin e ndërtimit, duke theksuar se qeveria pret respektimin e plotë të kontratës së nënshkruar. Në konferencën e fundvitit për mediat, Rama u shpreh se angazhimi fillestar për hapjen e aeroportit brenda këtij viti nuk u përmbush, por afati kontraktual mbetet i detyrueshëm. Për fat të keq ka patur një konflikt brenda kompanisë mes aksionerëve që kanë arsye dhe dinamikat e tyre. Ne donin shumë që fjala të respektojë dhe aeroporti të hapej këtë vit. Kjo nuk ndodhi. Tani duhet të respektohet kontrata e cila është deri në mesin e vitit të ardhshëm, tha kryeministri. Institucionet e linjës po ndjekin nga afër ecurinë e punimeve me synimin që aeroporti i Vlorës të përfundojë brenda afatave të parashikuara dhe të vihet në funksion si një nyje e rëndësishme për zhvillimin e turizmit dhe ekonomisë së jugut të vendit. Kryeministri bëri të ditur gjithashtu se për aeroportin e Gjirokastërës janë përfunduar procedurat përgatitore dhe se shumë shpejt pritet të hahet gara për realizimin e këtij projekti. Ndërtimi i infrastrukturës ajrore është pjesë e strategjisë për përmirësimin e lidhjeve të Shqipërisë me rajonin dhe Europën, si dhe për nxitjen e zhvillimit ekonomik dhe turistik në zona me potencial të lartë.